Duke qenë se ju përmendët edhe Tërmet Peçin, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka akuzuar atë nga Saranda se ai u ka dhënë drejtorëve të tij rreth 60 milion euro duke futur duart në fondet e partit. Çfarë do të thotë kjo akuzë dhe çfarë po ndodh në këtë rast ku nga njëra anë Partia Socialiste kërkon votën përmes kandidatëve të saj dhe nga ana tjetër dalin akuza të tilla? Tërmet Peçin e një gjithë Tepelena e gjithë Jugu. Dhe para pak kohësh, në mos gaboj me një nga kolegët tuaj, kam deklaruar dhe kam thënë në Jug do vi dita që do shpërthej keq në Jug. Dhe praktikisht shpërtheu është në nderin e mediave që vajtën dhe kanë zbuluar hajdutërin, makutërin, vjedhin e lashtarshme të pronës dhe të parave të shtetit që ka bërë Tërmet Peçi, i cili në bashkinë e tij ka vënë vetëm njerëz të rrethit familjar dhe miqësor të tij, të krushëve, domethënë të parafisin e gruas, parafisin e tij dhe ka gjetur edhe një nga Kruja, një Lorenz Bami, të cilin e ka drejtor të rrugëve të urbanistikës, dhe kur e kam kërkuar atë zotrin që të vi të bëj të përcaktoj kufit e një prone që kanë një konflikt në progonat, ai as denjoi të fliste. Por është po ai Lorenz Bami, që kur i kemi vajtur me një nga luftëtarët e UÇK-s në zyrë, dhe i kemi thënë, hajde këtu dhe triqi policët bashkiak që ke vënë në Kodër, që po punoj për ndërtimin e memorialit për martirët e vitit 1917 në Hormov të Tepelenës, janë vrarë 217 burra aty, 270 burra, fal, dhe ai nuk denjoi as na mbyllte as na priste, po mbylli derën bashkë me Tërmet Peçin. Pse? Sepse nuk i lejonte, se Tërmeti ta dishësh, po ja them ta shikoj këtu. I ka shërbyer konsullatës greke në mënyrë perfekte. Nuk lejoi në asnjë mënyrë që të ngrihet memoriali Kodrës Tepelen dhe ka mbetur ashtu siç është. Dhe për turp të saj, ministrja e kohës, Mirela Kumbaru, që vazhdon konkuron akoma në Gjirokastër, tha që atje nuk lejohet të bëhet memoriali se është tok buke. Atje zotërisht Kodër. Është Kodër, tamam, është Kodër me mëlqinja dhe me shkurre. S'ka fare tok buke gjikundi. Por i komandon konsullata greke në Gjirokastër. Dhe këtë denoncoi publikisht, po është burr Tërmet Peçi të dalë dhe thotë që nuk na ka thënë kështu, se Brimedor nuk na lën këta, tha. Dhe Brimedor nga Gjirokastra kur ishim në zyrë. Pra kemi të bëjmë me bandit dhe me agent dhe me spiun dhe me hajdut dhe me kriminal të vendosur në krye të bashkisë Tepelenës. Tepelenën e kanë dhënë për gryke kriminalët. Popullin e Tepelenës e kanë zaptuar kriminalët. Humbën djemtë e Tepelenës, djemtë e Gjirokastrës, humbën Kurvelesit për të vënë një drejtor të infrastrukturës atje të mirëthem, të transportit, dhe vene gjej një hajdut i cili siç doli dhe nga emisioni televiziv që bë për këtë gjë, ka vjedhur 18 milion euro në një kohë që Tërmeti një rrogu andan 5 punëtorëve. Ju nuk e dini se ç'bëhet Tepelen. Unë i bëj thirrje edhe nga ju spakut të shkojnë në Tepelen, sepse Tepelena është e mbaksur dhe nuk them kot. Po ju tregoj një dokument. Këtu zotëri. Ky dokument është një faturë për argëtim thot me numër 168, datë 14/11/2023, nëpërmjet të cilës për të marrë 5 faqe letër format për lejen që ishte dhënë firmës Hako të merrte ujin e Peshgoranit, të Mesgoranit, më fal, dhe na ka kërkuar 1.222.000 lek të reja, të vjetra. 1.222.000 lek. Urdhë, fatura është me numër serie, i ka të tëra
të tërë elementet e domosdoshëm dhe të nevojshëm. Numri serial i faturës është 0001450. Numri protokollit të thash dhe është firmosur nga një Rustem, a nuk e di se ka ky hoxha, se e ka shkruar si me këmbë të pulës, nuk lexohet, po shkollajt i gjendet. Pra, në Tepelen po komandon dhe po kryeson krimi. Do shkojmë më tutje. Tërmet Peçi ka uzurpuar dhe ka marrë gjysmën e Perlës që është në Kurvelesh, në luftën e Ivicës. Dhe ka ndërtuar ca baraka druri atje. Dhe tani kërkon që të bëj tenderin për të çuar energjinë elektrike atje me kablo, të cilin dhe atë patjetër që do ta bëj, do ta analizoj se ka komandantin se të tillë janë këta, të tillë parti e degeneruar, se e degeneruar që kur u krijua në 42-shin që vranë njëri tjetrin, vranë që Malstafën, vranë të gjithë krerët, se në atë parti hyn dhe shumë nacionalistë shqiptarë që ishin që e donin vendin, të cilët i vranë pas shpinës, siç vranë Asim Zenelin, Mustafa Matojiti, i vranë shokët e tyre. Pra një parti kriminale e degeneruar që ka në parim të saj immoraliteti dhe krimin, se shkojnë bashkë ato të dyja, dhe ka vajtur, ka ndërtuar atje, ka marrë troje, ka ndërtuar ato baraka, çfarë s'ka bërë, po merr trojet e Nivicës. Në qendër të Nivicës janë disa ndërtesat që kanë qenë të familjes Runaj, të përmbysur ata nga pushteti kriminal komunist, dhe i ka hedhur. Po si i merr këto? Se duhet të gjejmë ku e gjeti mekanizmin, kë përdori Tërmet Peçi. Tërmet Peçi përdori ish drejtori i ASHK-s Tepelenës Pullum Milori, i cili çka bër, duke qenë se banorët pronarët e këtyre trojeve nuk janë në Nivicë, janë dikush në Durrës, dikush në Tiranë, dikush në Gjirokastër e tjera, i ka marrë dhe i ka hedhur në hipotekë, në kadastër, sikur janë prona shtetërore. Pra vjedhja më sofistikuar, më poshtër, më kriminale që ka bërë ky kriminal që quhet Pullum Milori. Dhe duke qenë se janë prona shtetërore, e ka shumë kollaj pasaj që shteti t'i marrë t'i shesi, pra t'i përveçoj klani i Tërmet Peçit dhe i Pullum Milorit, dhe t'u japin atyre që duan, njerëzve që duan. Pra vjedhen pasurinë, pronën e qytetarëve shqiptarë. Po kam edhe më, dhe do t'u dërgoj me screenshot atë dokumentin nëpërmjet të cilit Tërmet Peçi mashtron dhe vjedh nga shteti në një dorë të vetë me 80.000 euro. Si i ka vjedhur? I ka vjedhur në mënyrë më të trash, dhe më të dukshme. Se çka bërë, bazën e fshatit në Nivicë e ka marrë para 15 vjetësh, sa u bën tani, 10 vjetësh, 12 vjetësh, e ka marrë për ta bërë shkollë. Dhe ka dhënë tenderin, ka dhënë dhe parat. Parat i ka marrë jo i zoti i objektit, jo pronari i objektit, po i ka marrë Tërmeti me njerëzit e tij me justifikimin që ajo do bëj shkollë. Ajo nuk është bërë, dhe sot e kësaj dite nuk është bërë shkollë, dhe tani që flasën bashkë, dhe tani që flasën bashkë është Baxho, po 80 milion euro, 80.000 euro të kanë vatur në xhep të Tërmetit. Pra këto janë vjedhje që janë bërë nëpërmjet Pullum Milorit. Janë vjedhje që është koka e vjedhjeve dhe tjetërsimit të pronave është Pullum Milori. Pullum Milori ka arritur deri aty sa në hartën e progonatit, atë që ka mu në dorë, pak në dhe që e njohë mëndit, terenin, ka hequr fare rrugën, nuk duke që kundi rruga në hartë midis për një 5-6 familje që shkon rrugë makinës, e ka zhdukur. Pse e ka bërë të? E ka bërë për të përvetësuar sa më shumë klientët e tij, Sokol Guga me të vëllezërit. Pra, kjo është Tepelena. Këta ka mbështetur dhe ka përkrahur Tërmet Peçi nëpërmjet të cilëve ka vjedhur vetë. Po dora që ja jep këto prona, hajduti kryesor, është Pullum Milori, të cilin e shkarkuan nga drejtori i ASHK-s Tepelen dhe kanë çuar në drejtor të burgut në Bënç për ta
është të hequr minjanë se është i mëndsur ai, di mirë ai se çka bërë, por nuk është pëton këtyre çka bërë se gjurmë t'i ka mbrapa.